Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku jemi. Jemi takuar sërish së bashku për të komentuar një moment që në fakt produksionit siç duket i iku. Gjatë kohës kur në verand po bisedonin Rozana, Gerta dhe Laerti për provën apo për sfidën që vllau i madh u ka sjell në shtëpi, që po bënin muhabetin e vitit kaluar, që Roza kur hyri Rita në shtëpi, do me thënë, nuk reagoi fare, nuk luajti fare, e vuajti shumë, e njëjta gjë mund të ndodhen edhe sot. Gjatë këtij diskutimi, produksioni bën një gabim. Nxjerrën një dhomë të bardhë. Do të thënë zgjati vetëm shumë pak sekonda. Tani unë nuk mundem ta publikoj këtë videon në YouTube sepse na e bllokojnë videon, por nëse futeni në TikTok edhe klikoni, menjëherë do ta kuptoni se për cilën dhomë bëhet fjalë. Do të thënë produksioni zbuloi një dhomë të bardhë. Dhoma e bardhë nuk është diçka re si në Big Brother, ka ekzistuar dhe vitin e kaluar me Egla Cenon, e cila hyri në dhomën e bardhë bashkë me Meritonin edhe me Ilnisën. Tani, kjo dhoma e bardhë që po bëhet në shtëpi ishte me dysheme kafe, do të thënë akoma po punoheshte. Kjo dhoma e bardhë që po bëhet në shtëpi i bie që të jetë pas asaj derës bardhë, sepse derat paktën u njoft, e keni video në TikTok, e citoj edhe një herë, do të thënë në pjesën e make-up roomit. Tani kjo dhoma po bëhet ose për të futur Eglin dhe për ta rikthyer prej kësaj dhome me argumentin që Eglin nuk ka dalë nga shtëpia dhe do rikthehet në shtëpi, ose për një dënim për të shtunën për banorët, siç është Viserlo, Ola, të cilët kanë denigruar dhe kanë ofenduar pafund gjestin. Do të thënë produksioni është duke përgatitur një diçka shumë të madhe ku sonte fatkeqësisht regjis i iku pak kamera dhe dështuan e informacionin e tyre. Më jepni mendimin tuaj.